Vetëm 2 kilometra nga qendra e Fierit, por infrastruktura mbetet problem serioz në Zhupan për banorët. Sipas tyre, një pjesë e këtij fshati vijon të përballet me mungesë investimesh në infrastrukturën rrugore dhe sistemin kullues të kanalizimeve. Rrugët të cilat janë të amortizuara me gropa të mëdha të mbushura me ujë dhe balt kanë krijuar vështirësi të përditshme në lëvizje për banorët, mjetet dhe marrjen e shërbimeve. Banorët shprehen gjithashtu se prej vitesh përballen me një situatë, ndërsa gjendja përkeqësohet nga dita në ditë për shkak të mungesës së ndërhyrjeve konkrete nga Bashkia Fier. Sipas tyre, investimet janë përqendruar vetëm në lagjen hyrëse, ndërsa pjesa tjetër e zonës ndjehet e lënë pasdore. Jetojmë mes baltës dhe premtimeve, shprehen banorët, duke theksuar se nuk kërkojnë më fjalë, por zgjidhje konkrete nga Bashkia, sepse afërsia me qytetin nuk reflektohet në standardin e jetesës, kanë thënë të zhgënjur. Prezencën e pa, kur bëri takim me komunitetin këtu, do bëjte, hodhi 10 makina bituminoze, mori mandat e dy do bëjte kanalizime s'ka asgjë, pete e shikoni, e verifikoni. Mandatin e tretë të njëjtin muhabet, arritëm në të gjendje. Cili është mesazhi juaj tani për kryetarin e bashkisë? S'ka përgjigje. Këtë e bashkisë me taksët, hedhë për Gjanicën, hedhë për lagjet ande, po të bi Zhupani që të arrinë në të gjendje. Ne shikojmë në zonë të veriut rrugë të asfalt. Shikojmë ande asfalt. Një njëraj, prerë 2 gënjëraj, fajnë e kemi ne, sepse japim votë dhe ne mashtrojemi nga anë të foljeve të atyre që bëjnë. Do bëj këte. Shikoj, kanalizime si janë. E kështu që ku ka halë njeriu edhe ka nevoj, një smundin tu, makina nuk futet dot, me probleme ka shumë, gropa, uzime, kanalizime s'ka, gjera shumë, e ca te mundeshi. Shpresat nuk i humbasin. Por ama duhet vendorë. Se gjuna, ja ku është Zhupani, ja ku është Fieri. Bile, kjo lagje këtu është 1870 këtu. E ardhë, nuk është sotshmja. Apeli i tyre nëpërmjet televizionit Apollon është i qartë, që të kenë një plan konkret investimesh dhe një afat të qartë ndërhyrjeje, në mënyrë që kjo zonë të mos mbetet më peng i neglizhencës institucionale. Banorët e Zhupanit që paguajnë taksa njësoj si çdo qytetar tjetër, kërkojnë barazinë në shërbime dhe ndërhyrje të menjëhershme në rrugën kryesore, e cila nuk mbushet vetëm me ujë dhe balt që bllokojnë dhe qarkullimin, por edhe ajo që është më e rëndësishme ngjelet humbja e besimit të qytetarët tek institucionet e pushtetit lokal.